Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mjeku zbulon sekretin për të jetuar mbi 100 vjet. Ju duhet vetëm disa gjete dhe hitra. Hitra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në Shqipëri. Lëngu i hitrës ndoshta nuk futet në zgjedhjen e listës tuaj të preferuar të çajrave për shumë konsumator, por megjithatë ky lëng është një kohësisht i shijshëm dhe plot të vlera sepse arrin që të ulë dhimbjet, që të shtoj alergji, të përdorni një ilaç si sistemin tuaj imunitar dhe një kohësisht të mbrojë zemrën të dëmshme. Po ashtu, ai përmirëson tretjen, largon inflamacionin dhe shëron problemet me lëkurën. Hitra nga ana tjetër është një bimë tepër e jashtëzakonshme, e cila përdoret rregullisht për të trajtuar tretjen tuaj, largon inflamacionin, shëron problemet me lëkurën. Është një bimë e egër e cila gjendet kudo në vendin tonë, ndërsa emri i saj shkencor është urtja dioika. Për një vjet me radhë, hitra është përdorur gjerësisht, jo vetëm si një burim ushqimor dhe fibrash, por edhe për mjekësinë tuaj bimore. Në qoftë se hitra përdoret si një ushqim, duhet të dini që ajo është e pasur me proteina, njësoj si për shembull spinaçi, por hitra mundet edhe të thahet dhe të përdoret si çaj. Lulet e bimës së hitrës përdoren kryesisht për përgatitjen e këtij çaji. Çaji i hitrës nga ana tjetër është i fortë dhe ka një efekt tepër të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoideve, quercetinave, vitaminave, karotenoideve dhe mineraleve. Gjithashtu, hitra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera. Këto ushqyes merren direkt nëpërmjet çajit të hitrës dhe janë tërësisht efikase në mjaft probleme shëndetësore të cilat ne do t'ju prezantojmë në vijim. Shëndeti i veshkave. Vlerat më premtuese të lëngut të hitrës kanë të bëjnë pikërisht me veshkat. Ky lëng ka një efekt diuretik dhe gjithashtu ndihmon edhe në stimulimin e urinimit të shëndetshëm. Lëngu i hitrës përmirëson edhe shëndetin tuaj të prostatës dhe parandalon edhe zhvillimin e gurëve në veshka. Sistemi imunitar, flavonoidët të cilët gjenden pikërisht tek çaji i hitrës munden që t'i japin kësaj pjeje një efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Shëndeti i zemrës. Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtë për drejtë mes konsumit të rregullt të hitrës dhe uljes së tensionit të gjakut. Përbërësit anti-inflamator si edhe kaliumi ndihmojnë në uljen e presionit të arterieve dhe enëve të gjakut. Në këtë mënyrë, ata përmirësojnë qarkullimin e tij dhe fluksin e oksigjenit në çdo pjesë të organizmit. Një gjë e tillë ulë shanset për atak në zemër, ishemin apo komplikacionet e tjera kardiovaskulare, tretja, antioksidantët dhe vesitë e tjera kundër inflamacionit të lëngut të hitrës e bën atë fantastik kundër problemeve me tretjen. Lëngu i hitrës nga ana tjetër ndihmon edhe në rimëkëmbjen e shëndetit të gjithë aparatit tretës dhe promovon edhe rritjen e baktereve të dobishme. Shëndeti i lëkurës. Lëngu i hitrës ka një efekt shqetësues dhe gjithashtu ai ndihmon edhe në lehtësimin e simptomave të akneve, ekzemës, irritimeve, apo edhe njollave të tjera në lëkurë. Ju mund ta pini këtë lëng për të përfituar këto efekte, ose mund ta përdorni lëngun për të lyer zonat e prekura në lëkurë dhe për të siguruar një përthitje maksimale. Osteoporoza. Lëngu i hitrës përmban shumë minerale të shëndetshme përfshirë kalciumin, magnezin dhe gjithashtu hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm sidomos për njerëzit të cilët
vuajnë nga anemia, por edhe për shumë të fuqishme anti-inflamatorë këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët i sëmundja i gërryen kockat me kalimin e moshës, ulët dhimbjet dhe inflamacioni janë. Lëngu i hithrës gjithashtu mund të përdoret edhe për të ulur dhimbjen e muskujve, shpinës, kokës, lëndimeve të lëkurës e të tjerë. Nga ana tjetër, duhet të dini se lëngu i hithrës është kaq i fuqishëm sa që pa mbaruar stëpirit do të vëreni se dhimbja ka ikur. Përsëriteni këtë proces aplikimet e jashtme të lëngut të hitrës janë po aq efikase, madje më të drejta, por gjithnjë sugjerohet që ju të pini lëngun e hitrës për të përfituar sa më shumë prej tij. Si të përgatisni lëngun e hitrës? Vendosini hitra të thata ose të freskëta në një çajnik, hidhini ujë dhe vendoseni çajnikun në zjarr. Për një filxhan me hitra juve do t'ju nevojiten 2 filxhan me ujë. Çajin ju mund ta bëni të fortë duke hedhur më pak ujë ose më të lehtë duke hedhur më shumë ujë. Sapo uji të rrisë të zjej, hiqeni nga zjarri dhe lëreni që të ftohet për pak minuta. Më pas, kullojeni dhe hidheni në filxhan. Disa njerëz preferojnë që të shtojnë pak sheqer, por edhe mjalti është një zgjidhje tërësisht ideale. Mund t'i shtoni edhe akull në qoftë se ju do të dëshironi. Nga ana tjetër, lëngu i hitrës është një magji shekullore. Ajo është një bimë e cila ka një trashëgimi të pastër bimore dhe hitra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët mesjetare në Europë. Gjithashtu është e pasur me minerale si për shembull kalcium, hekur, kalium, fosfor, mangan, zink dhe gjithashtu bakër dhe magnez. Ju mundet të përgatisni lëngun e hitrës duke valuar disa gjete hitre në ujë. Mundet që t'i shtoni një lugë mjaltë për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetit ushqyese dhe medicinale të hitrës, parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet e traktit urinar. Lëngu i hitrës është një diuretik natyror i cili lejon rrjedhjen e dur të lëngjeve nga veshka dhe fshiksa, duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Ai mundet të trajtojë infeksionet e traktit urinar, të lehtësojë dhimbjet e gjymtyrve dhe muskujve. Hitra ka qenë përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ai ka veti anti-inflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu, kuron ekzemën dhe sëmundje të tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hitrës ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe kuron sëmundjet dhe irritimet e lëkurës. Parandalon dhe gjithashtu shëron alergjitë. Antioksidant. Lëngu i hitrës mund të lehtësojë alergjitë të cilat ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale si kruarjet dhe tërshtimën. Një limon të qëruar dhe një lugë çaji me mjaltë. Hitra në mënyrë që të parandaloni dispepsi, të vjellat koliti, parazitet dhe sëmundjet e traktit tuaj të shtypur të hudrës. Gjithashtu, ul nivelin e kolesterollit dhe me mjaltë. Hitra përmban beta-sitosterolës dhe lëngut ndihmon në thithjen e kolesterollit të keq dhe gjithashtu siguron një zemër të shëndetshme me hudhër. Mirëpo duhet të dini informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë videot tona që ne postojmë çdo ditë. Kliko subscribe, ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patët
videon tonë, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.